dhe ju uroj mirëseardhje në këtë takim të bukur në kuadrin e muajit letërsisë dhe përqendruar tek promovimi i librit me shumë vlera i autorit Ilia Bombaj, Selenica, emblema jon. Para pak kohësh kishim një libër tjetër të këtij autori që me gjini ndryshe trajtuar në këndin e frymëzimit letrar poetik, por të detajuara mesazhet, personazhet, vlerat e çdo personazhi dhe vlerat e gjithë librit. Sigurisht ky libër që po promovohet sot ka të tjera pikësunime që i përkasin një vizioni, atij të zhvillimit, përparimit dhe të përcaktimit të thënies së një filozofi të madh që thotë nuk mund të ketë të sotme pa hedhur syt nga e djeshmja. Dhe nuk mund të ketë të ardhme pa të sotmen tonë. Në këtë libër ndihet fryma e atë dashurisë, e patriotizmit, e dëshirës për të patur familje të brumosura, punëtore të ndershme, të rregullta. Por në epoka të ndryshme të zhvillimit të gjithë Selenicës si qytet dhe zhvillimit psikomotor dhe psikologjik dhe social të vetë nivelit të intelektualve që mban ky qytet, autori mendoi që i kalon ato të gjitha në një stat të ri zhvillimi, baza e cilave shëben të sotmes, i shëben brezit të ri, pa mohuar vlerat e të parëve tanë, atyre minatorëve të çmuar, shumë prej të cilëve punëtor apo intelektual, ka lënë gjurmë në punën në menierë. Këtë aktivitet do e drejtonte shkrimtari Albert Abazi. Para 2 ditësh më thotë që do shkonte në Itali, sepse ka qenë i smur me një paralizë. Dhe në këto kushte, unë po lexoj përshëndetjen e tij, që i drejtohet këtij takimi. Pastaj secili sipas dëshirave dhe sipas mundësive që do jap dhe vetë autori, do jap mendimet për librin që sot promovohet këtu, në kuadrin e muajit letërsisë. Shkruar nga Albert Abazi. Mësuesi Ilia Bombaj, autori parë i monografisë Selenica, emblema jon. I dashur Lili, të dashur selenicar të Lilit dhe të mit. Në fillim të këtij muaji, pikërisht më 1 tetor 2025, në Bibliotekën Publike Shefqet Musaraj të qytetit Vlorës, organizuam dhe zhvilluam një veprimtari shumë të bukur dhe simbolike për urimin e vëllimit me poezi, portrete që na frymëzojnë, të poetit human Ilia Bombaj. Ajo veprimtari që përndaj një fest letrare, që erdhi si i buqet me lule për tetorin, muajin letërsisë dhe të artit. Lili falëndëshirës dhe mirëkuptimit tënd si autor dhe redaktore së librit shkrimtares së njohur poetes gazetares dhe votueses Nerita Sina, unë isha moderator dhe diskutant kryesor i atij për urimi, që pati jahon në mediat vizive dhe të shkruara brenda dhe jashtë vendit. Me sa gëzim e prita, me sa kënaqësi e përjetova lajmin tënd, kur më the që do të isha moderator edhe i aktivitetit vijus për përurimin e monografisë Selenica, emblema jon, organizuar aty në Selenicën tënde të dashur, në të urtën tonë Selenicë. Por jo gjithmonë që nga e thënë që dëshira dhe mundësia të ecin paralel. Në pamundësi për të qenë edhe fizikisht me ju, si gëzimtar e fesimtar,
po dërgoj të paktën e mundshme mesazhin e urimit për këtë ditë të shënuar për kulturën dhe historinë e Selenisës, për të qenë me ju shpirtërisht si gjithmonë. Me besim të madh, duke vlerësuar edhe sakrificën që bën Mikesha jon, shumë nga futur më këtu, shkrimtarja dhe poetja mrekullueshme, redaktorja Serep Ajta Shamir, Stenreta Sina, dëshiroj që t'ju transmetoj humanisja jon fjalë të mia të thjeshta, por shumë të lira për ju dhe Selenicën. E shpreva në takimin që bëm në Vlorë rolin e individit në shoqëri, si një parim dialektik, sa lokal, aq dhe universal. Një shoqëri e përparuar dhe moralizuar krijon individ të kulturuar dhe të sjellshëm. Natyrisht, raporti shoqëri-individ është reciprok. Njeriu është i prirë të jetojë në shoqëri se është pjesë e saj, dhe kjo e shtyn atë të zbatojë rregullat morale, zakonore dhe patjetër ato ligjore. Morale, por një realitet të prekshëm, një praktik. Këtu ka qenë vërtet vitale në vlera, në histori, në kulturë, në ekonomi, në industri, në të gjitha fushat e jetës, deri në Paris. Për kaq vite me radhë, imazhi i Selenicës, sakrificën e saj. Në shekuj kaq haruar nga sunduesit e huaj dhe zotëruesit tanë. E milin atë si është. Qytetin e Floririt të zi e gjeti si atë këpucarin që relulli vocëri me gjenit. Më shkaktonte trisht bota. Anës vjosit e palar, anës dritës i papar, trup e shpirt i në katosur. Dhe në kujduk i shkoj poshtë mundimi, jo poshtë, sa shumë dha se po ku që shkruar, ka pasur për gjatë të rjedheve të korave nga autor vendas Aristotelin antik, apo akademikun italian Antonio Geograf, studius e Shqipërisë, mbas e urditit ton, profesor doktor Bardosh Gaçe, Kazhdese Çaçi, i cili në konferencë shkencore vlora në industrisë dhe disa mendime për shfrytëzimin e resurseve të saj unikale. Në takimin e Vlorës u shpreha se Selenisa këtu ka qenë, por në fushën e shkrimtarisë, siç e theksova më lart, është e vërtet se kanë shkruar e folur shumë historian vete. Një libër vetëm për të, siç duket të shqetësimeve popullore, humanisti misionar të paqes botërore, një lulë midis shoqeve shkrimore. Kjo është një vepër e madhe për këtë punë kaq të madhe, realizuar me shumë përgjegjësi, edhetari, qytetare dhe ndeshmëri profesionale. Ai ishte autori i parë i një libri për Selenicën e vjetër, heroinën e heshtur të qytetit, sepse Selenica, punëtore e ndërgjegjshme, Selenicës bujare shpërgjër, Selenicës luftare besnike, kësaj mëme të dhëmshur e besnikje, të lodhur, thinjur, më shumë nga halli se nga mosha, i doli për Zot biri i saj dhe i tha: "Nën, mos ki merak. Jam unë biri yt, Selenicë jam Ilia, që do të jep në letër, në libër historinë tënde, shkruar me trimëri e gjak, me punë me djesht, me nder e lavdi." Dhe e ti e përmbushet detyrën tënde ndaj mëmës që të lindi, të dha gjy, të rriti e të edukoj, që të edukosh brezat që ngrihen, po të lësh gjurmët e thjeshtësisë të ndritshme në kohë. Kjo monografi është ndjemes në fushën e studimeve sociale, kur lexuesi njihet me mënyrën, burimet minerare dhe njerëzore të saj, me punëtorët e mëdhenj e heronjtë të heshtur, me drejtuesit që pak dalloheshin nga minatorët e tjera. Kjo monografi është një ndjemes në fushën historike të biografisë, të njerëzve të shquar dhe kulturës. Kjo monografi i shtoi bibliotekës kombëtare, bibliotekave të qyteteve, patjetër dhe bibliotekave tona, dhe është vizar, jo vetëm se na ka munguar, po se është libri i parë për Selenicën me embër, ka informacion të mjaftueshëm, ku mësojmë shumë gjëra që nuk i dinim ose që kishim njohur të cënguara, të paplota, deri fatkeqësisht të shtrëmëruara. Pa diskutim që përveç autorit, ka merit dhe stafi realizues i botimit nga shtëpia botuese e Zemërbardhit Bike Ymeraj. Ndaj vlen falënderim redaktoja Aneta Puka. Por unë, nga që e njoh për kushtimin serioz profesor Odise Çaçit, jam i bindur dhe dalloj që si recensent i librit ai ka përveshur mirë lloret e dijes, përvojës dhe dashamirësisë. Përveç detyrave të larta në aparatin drejtues të arsimit të Vlorës e tjera. Ai ka përvojë shëmbëllore si mësues pedagog historie e pedagogjie në Universitetin Ismail Qemal Vlorë, dhe ti Ilia, me Sevon
ke gjetur njeriu e duhur, kompetent të fushës së gjeografisë dhe historisë. Ilia, ti e di që unë kam 20 vjet që jam marrë me luftën kombëtare të Vlorës dhe kam botuar të plotësuar monografin krahësimtare ku trajtoj raportin epik historike për këtë ngjarje historike të rëndësishme. Më 29-ën, krahas të tjerëve, si pjesë e tërës edhe selenicarët me Tol Kitën, kryetar Karvani, kanë vendin dhe rolin e tyre në këtë epope termopiliane të popullit shqiptar që trondit perandorin Apenine dhe pati jehon në mbar Europën. Ti Ilia je dhe shumë i sinqert dhe ky virtyt t'i ngri më lart vlerat të tua humane. E kam fjalën tek referencat, sidomos pohimet e ndihmës së madhe të ka dhënë për librin profesor Bardosh Gaçe, me informacionet e tij, fal diturisë shumë palëshe dhe kujtesës fenomenale. Lili, ti kushton faqe të tëra luftës antifashiste nacional shqiptare të popullit të Selenicës, po unë nuk do të zbërthej librin tënd. Se çu pa të them që ke shkruar ti, por të vlerësoj më shumë për këtë akt korrekt, vërtetësor dhe të besueshëm si informacion historik që ne ke paraqitur në këtë botim, përmes nderimit dhe propagandimit të vlerave të arta të luftës antifashiste nacional shqiptare, gjakut të dëshmorëve dhe herojëve të qytetit të Selenicës, të atyre që dhanë jetën për atë, trimërisë partizane të popullit të Selenicës dhe udhëheqjes lavdishme të kësaj lufte legjendare, përmendje e tyre nga ana jote në libër dhe printarit për listat të i bardh që rrëzohen një nga një si histori epike të gjalla, japin brezave mesazhe për përmirësimin dhe përparimin. Kur nderohen luftarët dhe partizanët e paruar të lirisë, bashkë me veteranët e gjallë, nderohet historia dhe vijon fisnikëria krenare, stafeta e realizimit me dinjitet të detyrave nga pasardhësit e veteranëve dhe qytetarët e tjerë të Selenicës, Vlorës dhe mbar Shqipërisë. Një ndër vlerat më të larta të librit është Miniera dhe bota e saj. Origjina, fillimet, periudha e lashtë e saj, punëtorët, periudhat e shfrytëzimit që nga periudha e shoqërisë angleze 1870-1890, periudha e shoqërisë franceze, periudha e okupacionit italian 1916-1920, periudha e shoqërisë Simsa, periudha e sistemit komunist 1944-1990 dhe kjo periudha e shoqërisë franceze 1990 e në vazhdim. Duke lexuar me kujdes e dashuri këtë libër të madh për Selenicën e madhe, mund të them se nuk është vetëm emblema jon, qyteti ynë buzë Vjosës, sepse ti më mbushe shpirtin me këtë monografi 468 faqesh, që Selenica është edhe imja, Selenica emblema jon. Faleminderit Ilia Bombaj për këtë dhuratë të çmuar monografike. Kalofshi fizikërisht bukur. Jam aty me ju në festën e librit të Selenicës. Përzemërsisht Alberta Bazaj. Në vazhdim mbas përshëndetjes Alberta Bazit, japim fjalën profesor Odise Çaçit. Dhe të ftuar. Sot lexuesi ka në dorë një monografi historike për emblemën e qytetit Selenicës, të përgatitur me shumë mençuri nga Ilia Koçi Bombaj, është një prurje re në letërsinë bashkëkohore shqiptare. Libri për mendimin tim ndahet në disa pjesë ku lidhet e kaluara historike, miniera e Selenicës në periudha të ndryshme dhe pjesa ku përshkruhen personalitete me kontribute në këtë qytet minatorësh. Në fund, libri ka shumë foto ku spikasin ato nga lashtësia deri sot. Origjina e emrit Selenicë. Në hyrje të librit janë disa piktura të kohës antike që paraqet Selenicën me produktin e saj të nëntokës, serën, punën e vështirë të sklevërit dhe shfrytëzimin nga sklavopronarët vendas. Autori ndalet tek emërtimi dhe toponimia e emrit Selenicë. Megjithatë, këtu ka mjaft probleme. Unë kam lexuar para disa ditësh edhe një material tjetër që lidhet me origjinën e emrit Selenicës. Është tjetër një autor, Kozma Mitraj, i cili ka paraqitur një libër të cilin e ka hedhur pjesërisht në internet dhe hedh shumë teza të reja në lidhje me Selenicën. Megjithatë, i vazhdoj me këto të Ilias. Në lidhje me emrin Selenicë, nga vjen emërtimi slav i shekullit 6, por duhet futemi pak më thellë për të kuptuar që në shekullin e 6, me ardhjen e slavëve dhe emri Selenicë vjen nga emri slav që do thotë fshat.
Megjithatë ka disa mendime në lidhje me këtë, nga kanë ardhur, ai arsyeton edhe për vëllezërit, të cilët mund të kenë ardhur nga Voskopoja, pastaj të jenë çvendosur drejt Beratit dhe nga Magdaleni Berati dhe Goric, dhe më vonë janë spostuar duke vendosur në Selenic. Është një diçka e re kjo. Megjithatë këtu ata edhe ka edhe një diçka të re që lidhet me vëllezërit Frashëri, të cilët për herë të parë kanë diskutuar edhe për këtë emblem të madh të Selenicës. Megjithatë vazhdojmë në Selenicë, kemi Nimfeun, diçka e shenjtë. Dhe kjo ndodhet kodra në juglindjen e qytetit, rreth 400 metra me nivelin e detit, ka ekzistuar një vend i lashtë që quhet Kala dhe tjera. Këtu te Nimfeu unë mund të ndalem vetëm në dy gjëra. Besoj si historian dhe me që kam dhënë dhe disa leksione në Universitetin e Perëndimit, si në Gjermani, Spanjë, Francë. Atëre janë disa gjëra të reja të cilat spikasin për problemin e Nimfeut. Ka shumë autorë të lashtësisë, të cilët thonë që Nimfeu ndodhet midis Frakullës dhe Fierit. Një grupim tjetër midis Apollonisë dhe Fierit. Edhe shkencëtarët tanë të cilët e vendosin këtë në Selenicë. Me një fjalë, nuk ka një diçka të përqendruar që themi që Nimfeu është në Selenicë. Megjithatë diskutimet vazhdojnë, prurjet e reja do nxjerrin gjëra të reja akoma më të mira. Megjithatë, unë them që Nimfeu, paralel me Nimfeun është edhe një burim tjetër që quhet burimi i shenjtë, që ata e konsideronin në lashtësi deri në fund të mesjetës, por që mendohet që kjo ishte një djegje e gazit dhe nëpërmjet kësaj pastaj përdorej për problemet ndryshme. Bile deri kohët e fundit, një pjesë e kësaj është përdorur për banjat edhe në kohën nga qeveritë e mëparshme. Në Selenicë, në krah të kësaj quhet edhe një vend që quhet Kala. Bile kohët e fundit edhe për këtë Kala flitet Livadis. Fjala Livadis lidhet me atë Livadis që vadis, por unë kam mendimin që para Kalas ka qenë një livadh i madh dhe aty është ndërtuar. Mendimi im edhe i shumë studiuesve të huaj në lidhje me këtë Kala i takon para vitit 1700, para se turqit ta zaptonin dhe të nguleshin në minerën e Selenicës. Autori flet edhe për klimën që ka Selenica, për duke qenë një klimë ngrohtë, edhe prodhimet bujqësore dhe blegtorale të cilat. Shtrohet pyetja: pse nevojitet ky mineral në lartësi? Për lyerjen e varkave të lundrime, për izolim, anije, lufte në mbrojtje etj. Ju mund të shikoni këto te libri i cili ka analizuar që të mos ndalem shumë në të. Pastaj këtu kemi periudhën e shoqërive angleze që foli edhe Berti 1870-1890 dhe më vonë ato franceze 1890-1914. Transporti bitumit bëhej me kafsh nga Selenica në portin e Vlorës dhe shoqëria franceze e shfrytëzoi këtë. Po të marrim ne dhe të lexojmë një libër të Fotaq Andres, i cili thotë se trotuaret e Parisit dhe të Londrës u shtruan me serën e Selenicës dhe Selenica vazhdonte të ishte në gramat e fundit të saj. Periudha e okupimit italian 16-20, tu kemi një Decauville i cili përfundonte nga Selenica në ujin e ftohtë Vlorës në Skel. Periudha e shoqërisë Simsa, shoqëria italiane minerale, e cila kishte marrë këtë me koncesion nga Perandoria Osmane për 100 vjet. Megjithatë këtu pa u ndalë shumë se keni një libër, nuk do të ndalen dhe tu marko. Kemi punëtorët të organizuar grevat e 1923-23. Kjo është periudha e shfrytëzimit turke, më vonë anglez, francez nuk ka të dhëna për protestat të punëtorëve. Në tetor të 23-shit u zhvillua greva e parë, ku morë pjesë me 500 punëtorë, paralizoi aktivitetin ekonomik të minerës. Kemi solidarizimin nga fshatrat Romës, Treblov, Gorish e tjera. Autori trajton 21 shkurtin e 43-si, partizanët e qetës Plak të Vlorës dhe të qetës Mallakastës, që çliruan minerën e bitumit Selenicë nga pushtuesit fashist. Na jep autori ndalet e tragedia 28 shkurtit 1943 në Selenicë, edhe kjo vërtet 17 veta të masakruar. Kësaj masakri është kushtuar edhe një poezi për 28 shkurtin 1943.
Pastaj kemi një prillin e 43-shit, një prill që u nis me një batalion prej 260 karabinierë për në Selenicë, për t'i dhënë këtij qyteti një ndëshkim përfundimtar, gjë të cilën ata nuk arritën dot. Në libër ka goxha dokumenta, profesori. Në qershor 44 lufta antifashiste nacionale shqiptare përfshin dhe divizionet tona në Jugosllavi. Këtu kemi një diçka të veçantë, lavdi dëshmorëve të luftës antifashiste nacionale shqiptare të qytetit Selenicës. Unë kam sjell një citim të presidentit amerikan John Biden, i cili thot nëse keni një të luftës së dytë botërore, një veteran, në jetën tuaj telefonojeni. Me një fjalë, kjo ka një domethënie të madhe që kemi një periudhë ne që pjesërisht njëri këtej tjetri andej, thot e po mirë vajti u vra, ky tjetri e po mirë ra, po ai ka dhënë gjakun për këtë pjesë. Pastaj këtu kemi personalitetet, ose njerëz të thjeshtë të cilët kanë rënë në këtë, do t'i gjeni aty që të mos i përmendun emrat, se në libër i keni të shkruar të ranë. Për arsimin në Selenicë, shkolla që mban emrin e Todi Koçelit, edhe sjell rasti se si Todi, domethënë një djalë i ri, i cili nxënës i shkollës së mesme Aredin Beqari, dha jetën aksionin ndërtimin e kurudhës Fiero Gozhin. Më kujtohet dhe mua se në atë periudhë unë kam qenë në gjimnaz, 67-68 me brigadën e Abbas Sheu të Memaljeq, ku mes atyre iku dhe shkurte vata me radhë, sepse ishte problemi që punoj me tokmak, gërmoj, ese me karocë, nuk ishte si që sot me mjetet të mekanizuara. Në lidhje me qytetin menator të Selenicës në Vlorë, gjatë komunizmit, nga 25-90, autori na përshkruan rritjen e minierës. Nga viti 51 shikoj monografin, kjo është dhënë në detaje dhe mund ta përdorin shumë mësuesit e historisë, gjeografisë e kështu me radhë. Nga radhët e minatorëve dolën deputetët, që autori ka përmendur këtu për gjithë, dhe tregon një rast kur Kushonasi shpëtoi jetën e ish kryeministrit Mehmet Çevatera. Në mes të këtyre minatorëve erdhën të internuar të sistemit komunist. Ai e ka trajtuar gjithësisht edhe këtë. Megjithatë këtu mund të gjeni njerëz të cilët kanë qenë diku në drejtimin e shtetit dhe më vonë përfunduar në giotin komuniste. Në 97-ën kemi marrëzin kolektive që ne përjetuam të tërë në Vlorë dhe disa personalitetet të Selenicës që ka dhënë një kontribut të veçantë. Në fund kemi aktivitetet sportive, basketbolli vajzave të Selenicës dhe në fund do t'jap dhe disa mendime për ta mbyllur këtë, sepse shikoj që libri ka një larmi materialesh nga antikiteti deri sot. Është një libër që të josh dhe të magjeps me thellësinë e mendimit. Autori ka shfrytzuar arkive dhe punime shkencore për këtë minier, që ka prodhuar Ari Nezi. Personalitetet dhe shkrimtar që kanë shkruar për këtë minier, duke studiuar dhe respektuar aty këtu edhe ndonjë paqartësi që vjen nga përkthimet nga një autor tek tjetri. Aty gjen minatorin, mësuesin, specialistin, inxhinierin, diplomatin, deputetin, kryetarin e bashkisë, mjekët në vite, si dhe punonjësit e thjeshtë si këpucarët, hidraulikët, basketbollistët, futbollistët, kasapët e tjerë. Të kalojnë të gjithë si një ekran televiziv. Urime kolege mik Ilia Bombaj për këtë punim sa shkencor, aq edhe historik. Faleminderit. E falenderoj Ilien për këtë ftesë. Unë e kam njohur ndryshe si një aktivist të Zotit, po Ilia i ka rrënjët të thella. Është aktivist kudo, në kisha, në qytet, në ambient, në shkollë dhe kudo. Dashuria për vendlindjen, për njerëzit dhe për të gjithë ata që i kanë kushtuar jetën qytetit të Selenicës, duke mbajtur familjet e tyre me punën e mundimshme, në nxjerrjen e Arit të Zi, autorin e ka nxitur për të hedhur një pjesë të rëndësishme të qytetit të Selenicës në këtë libër që mbajmë në duar me titullin Selenica emblema jon. Ky libër është ndryshe nga librat e tjerë që kam pasur mundësinë t'i lexoj të Ilies. Në këtë libër autori ka hedhur të gjithë mundësitë për të përshkruar jetën e Selenicës dhe në minier. Qysh në hyrje autori nis me përjardhjen e emërimit të Selenicës. Dëshmitë e para vinë rreth vitit 1700, ku vazhdon të njihet me emrin Selenicë në dokumentet e historianëve dhe studiuesve të huaj të marrë
të marrë nga arkivat perëndimore si Straboni, Aristoteli, Plini, Plutarko e tjerë. Këto dokumente sipas autorit vërtetojnë se miniera e Selenicës është miniera më e vjetër që njeh historia e njerëzimit. Autori na shpjegon se si u shfrytëzua miniera qysh nga pushtimi otoman, që u bë pronë e disa shoqërive, shfrytëzimi vazhdoi deri në 1870-ën, më vonë shtetëzohet dhe vazhdoi të jepet me qira deri në mbarim të luftës së parë botërore. Më 1870 në Selenis ka ardhur edhe Ismail Kemali, i cili kërkoi të mirëmbajë ky vendburim i pasur. Ku nuk shkoi bitumi i Selenicës, thot autori, deri në trotuaret rrugët e Londrës dhe të Parisit, që ushtruan me bitum. Shoqëri të ndryshme e kanë shfrytëzuar minierën e arit të zi të Selenicës. Në fund e merr në dorë një shoqëri italiane deri në 1920-ën, që vlora i përzuri pushtuesit italian, por shoqëria Sima nuk u largua nga vendi ynë dhe i shfrytëzoi vendburimet e arit të zi deri më 1942. Në minierë ishin 1120 vetë që punonin në kushte të vështira, duke rrezikuar jetën. Më 1944 Selenica u shlirua nga fashizmi italian, por në luftë dhanë jetën bij dhe bija të Selenicës u dogjën edhe shumë shtëpi. Një prej të rënëve ishte edhe 15 vjeçari Kirio Çon Bombaj e tjera. Ka shumë emra që ka shkruar, po unë i ra shkurt për mos a zgjatur se shqetësoj dhe të tjerët. Autori përmend disa emra që kanë bërë histori, do të njiheni me ta gjatë leximit. Vërtetohet që miniera është 2000 vjeçare. Autori nuk lë pa përmendur edhe arsimimin në Selenicë. Një tjetër përshkrim i autorit është për vitet 45-90, mizoria e regjimit gjatë kësaj periudhe, që burgosi pushkatoi, dëboi dhe internoi shumë familje nga vatrat e tyre si kundërshtar të regjimit që u cilësuan armiq të popullit. Për këtë temë ka shumë për të folur dhe analizuar, por unë do ta mbyll fjalën time duke i thënë autorit si person i veçantë dhe i kudo ndodhur për mbrojtjen e natyrës, ashtu si të parët e tij. Më falni se e kam sa shka fundit pasëm disa gjëra të tjera. Ishte fleta e fundit ajo, i kam kapur gabim. Dashuria për vendlindjen është e diskutuar, po e mbyll. Ka shumë për të analizuar për të folur, unë po e mbyll fjalën time duke i dhënë autorit si person i veçantë dhe i kudo ndodhur për mbrojtjen e natyrës, ashtu si të parët e tij. Suksese pafund në të gjitha aspektet, me shumë respekt. Selenica, emblema jon, me autor Ilia Bombaj, një mozaik vlerash që frymëzojnë. Ky libër është një udhtim përmes shekujve nga lashtësia deri në ditët tona, që ndriçon historinë, kulturën dhe shpirtin e Selenicës, apo nimfa e numit të lashtësisë, vend i bekuar nga natyra dhe i pasur me tradita, art dhe qëndres. Autori Ilia Bombaj vepron në përputhje me mendimin e akademikut britanik Arnold Toynbee, sipas të cilit historia nuk është një listë e thjeshtë ngjarjesh, ajo është rrëfimi i shpirtit të njerëzve. Ky frymëzim duket qartë te mënyra si Bombaj na ndihmon të kuptojmë njerëzit dhe ngjarjet më të rëndësishme të Selenicës, duke i sjellë ato me thellësi dhe imtësi me njerëz, vende dhe data konkrete. Selenica është e njohur për bitumin e saj të çmuar që i dha emër jo vetëm në Shqipëri, por dhe në Evropë, veçanërisht në Francë, ku prej tij shtroheshin rrugët. Qyteti është gjithashtu vendlindja e piktorit të madh David Selenicasi, mjeshtrit të ikonografisë shqiptare, dhe shumë figurave të shquara që lanë gjurmë në historinë kombëtare, si Kolkita, që me karvanet e tij ndihmoi luftën e Vlorës, Todi Lubenjari, apostull i arsimit dhe i shkronjave shqipe, Koço Andrea Gjeçi, panolist dhe antipashist, dhe dëshmorët Kirio Çon Bombaj, Stavri Kusho Bombaj, Hayreddin Beqari dhe të tjerë. Në kujtesën e brezave mbetet dhe Todi Koçeli, vetëm 16 vjeç, që humbi jetën si vullnetar në ndërtimin e Ekurudhës, Rogozhin Fier, simboli i sakrificës dhe dashurisë për punën dhe adeon.
Autori me përkushtim të rrallë ka shfletuar dokumente dhe burime historike duke u mbështetur në dëshmitë e Strabonit, Aristotelit, Plutarkut, Plinit, Pacit, Novakut, Baldacit dhe studiosëve të tjerë të huaj për ta sjellë Selenicën si vend, si frymë dhe si identitet që ende jeton. Vlerat e librit mund të përmbledhen si më poshtë. Ka vlerë historike, dokumenton historinë e Selenicës dhe zhvillimet e saj në shekull. Vlerë kulturore, evidenton trashëgiminë artistike dhe shpirtërore të qytetit. Patriotike dhe morale, frymëzon me historitë e sakrificës, punës dhe përkushtimin për adeun. Ekonomike dhe teknike, nxjerr në parë rëndësinë e minierës dhe të bitumit, si dhe ndikimin e tij lokal dhe ndërkombëtar, shpirtërore dhe identitare. Gjallë krenari dashuri për vendlindjen dhe ruan identitetin e saj me shqiptar dhe vleh. Studimore dhe dokumentare, shërben si burim i vlefshëm për studiues dhe lexues që kërkojnë të njohin kulturën dhe vlerat e qytetit. Me ndjeshmëri dhe dashuri për rënjët, Ilia Bombaj i ka dhënë jetë një vepre që është kronik historike, homazh për njerëzit dhe simbol krenaria. Selenica emblema jon është një mozaik i gjallë i së shkuarës dhe të tashmes që ruan kujtesën dhe frymëzon për të ardhmen. Unë ju falenderoj dhe zonjën Enrieta këtu, ju keni shkruajtur për disa njerëz që unë dhe Enrieta për shembull për Isuf Luzaj që unë e kam njohur personalisht dhe kam komunikuar vitin e fundit të tij me të në telefon. Keni shkruar aty për një dokument kush e bëri luftën, kurse bëri luftën. Unë them vetëm kaq. Ka një shprehje latine që thot verba volent, scripta manent. Fjalët fluturojnë ngelet e shkruara. Isuf Luzaj ishte i dënuar dhe nga komunistët edhe nga italianët në mbarimin e luftës së dytë botërore. Meqense ishte një personazh që kishte qenë i internuar në Ventotene me Sandro Pertini, ishte shoku i ngushtë i tij. Ai e futi në Vatikan sepse ai do dënohej nga italianët për atë letrën që kishte dërguar karabinierit dhe për vrasjen e atyre ushtarakëve italian. Pyetjes që e pyetën përse ja dorëzove ushtrisë nacionale shqiptare në atë kohë ishin bashkë, ishte sepse Mehmet Shehu dhe të tjerët ishin ushtarak. Unë ju falenderoj që më ftuat, unë kam lidhje shpirtërore me Selenicën, këtu kam pasur një kushurinë e nënës time ka qenë drejtor Osman Beshani, një njeriu e babait tim Isuf Bodo, edhe është dhe Janko Pali, një mësues i nderuar, mik i familjes. Ju falenderit. Faleminderit. I nderuar zoti Ilia, autori i librit Selenica emblema jon. Historia bën që një vend të mos shuhet apo të mos u mbas. Fal për kushtimit dhe largfamësisë atyre që e shkruajnë historianëve. Fal tyre ne sot kemi dokumenta që tregojnë çfarë ka ndodhur shekuj më parë, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vende të ndryshme të botës. Nëpërmjet tyre ne njohim persona të ndryshëm, të cilët kanë qenë pjesë e historisë dhe që kanë bërë atë, persona që kanë ndikuar në periudha të ndryshme të saj, me punën, veprimet dhe diturinë e tyre. Ne dim çfarë ka ndodhur 3500 vjet më parë, nga historitë e treguara e të shkruara në librin Testamenti i Vjetër, apo dhe nga shumë dokumenta që ne janë përcjell. Nga këto shkrime ne mësojmë se kush ka jetuar në atë kohë e çfarë ka bërë. Historianët e saj kohe kanë shkruar në pllaka argjili e në papiruse, dhe lavdi Zotit ato janë ruajtur dhe ne nëpërmjet tyre mësojmë historinë. Në kohën e sotme situatat kanë ndryshuar. Ka kompjutera që u lehtësojnë punën atyre që marrin përsipër të shkruajnë ato që përbëjnë historinë e kohës në të cilën ata jetojnë. Unë mendoj se historianët e sotëm, dhe pse kanë lehtësirën e të shkruarit e historisë, ata janë përpara një sfide të madhe, të treguarit e atyre që ndodhin ashtu siç ndodhin. Përndryshe, ajo që ata tregojnë e shkruajnë e që do t'ju përcillet brezave që do të vinë nuk do të quhet histori, por interpretim i atyre që cili do historian merr përsipër të tregojë dhe të përcjell. Historianët kanë një mision vështirë e duhet të qëndrojnë e të rezistojnë në çfarëdo lloji ndikimi të momentit. Konkretisht, në librin që kemi në dorë, zoti Ilia i tregon ngjarjet ashtu siç ai i ka parë, apo i ka përjetuar vetë. Ai tregon për veprën dhe jetën e njerëzve të cilët ai ka njohur, ka punuar me ta, ka jetuar me ta. Ai tregon në mënyrën më të thjeshtë të kuptueshme që kushdo që lexon ato që ai shkruan t'i kuptojë. Ky libër ka formën e një enciklopedie për qytetin e Selenicës. Enciklopedi jo e plotë,
që unë shpresoj që Ilia do ta plotësoj në të ardhmen. Në pjesën më të madhe të atyre që ai shkruan, pjesën më të madhe të atyre që ai shkruan, apo dhe për ata të cilët ai shkruan, ne i njohim, apo i kemi njohur, pasi disa prej tyre nuk janë më midis nesh. Kjo përbën një sfidë për autorin, për të qenë shumë i vëmendshëm dhe shumë konkret, pasi të gjithë jemi pjesë të kësaj historie. E jetojmë atë, por me një ndryshim. Ilia ka marrë përsipër ta shkruajë atë e t'u përcjell me vërtetësi brezave të ardhshëm. Unë do të veçoja nga ky libër pjesën që flet për kishën e qytetit tonë, Shën Athanasin. Ekzistojnë dokumenta që tregojnë se ajo është restauruar në vitin 1850, apo dhe një dokument tjetër që thotë se një nga freskët e kishës ishte punuar në vitin 1814, nga një ikonograf i asaj kohe. I gjithë dokumentacioni që kemi dhe që kemi analizuar të çonë në konkluzonin që kisha është shumë e vjetër. Autori na jep një fakt shumë interesant, që deri më sot nuk është publikuar apo treguar. Në një nga muret e brendshme të kishës ka ekzistuar një pllak buri në të cilën ka qenë shkruar në një lloj shkrimi të quajtur kuneiform, e cila e deshifruar tregon vitin 1473. Për ekzistencën e kësaj pllake dëshmojnë shumë persona, të cilët e kanë parë atë, por pa e ditur se çfarë tregonte. Unë shpresoj dhe besoj që ai të jetë viti i themelimit të kishës tonë. Urime Ilia. Gjithë këta shkrimtarët edhe letrarët më kanë bërë dhe mua si veten e tyre, duke më ftuar në gjitha promovimet që më kanë bërë dhe të shtelexoj, që ikim shumë, brenda asaj kohës time të limituar. Në fakt, në radhë parë do më falni për nostalgjin time që t'i uroj drejtoreshës të akzonit të shkollën se s'kam ardhur ndonjëherë, se këtu kam ardhur kur më keni thirrur që pikonte ajo taraca e shkollës, shkolla ishte jashtë funksionit, po thuaj fare, ishte në shkollë e mesme, është kthyer në një shkollë vërtet ashtu siç duhet, dhe unë do t'ju përgëzoj për mirëmbajtjen që i bëni shkollës edhe për kujdesin që tregoni për arsimin. Dëgjova me vëmendje të gjithë parafolësit e mi dhe të gjithë përqendrojnë se sot lexuesi ka në dorë një monografi historike për emblemin e qytetit Selenicës. E vërteta, unë do të them mendimin tim, më duket si një enciklopedi e Selenicës. Ajo që ka shkruar Ilia me kujdesin më të madh, me hollësit më të mëdha, me detaje të cilat e bën një lexues që ta tërheqë ai shkrimi kur lexon dhe hollësit më të vogla të detajeve. Duket që Ilia ka grumbulluar shumë informacion dhe nga gojdhënat e bashkë qytetarëve të vetë dhe i ka sjell ato në libër ashtu origjinale siç janë. Mua më troqi vëmendjen edhe parathënia e vet autorit ku thot në 21 shkurt 2024 në qytetin e Selenicës, në këtë vend me histori të lashtë, në vendin e bitumit minierës më të vjetër në Europë, janë mbledhur ish punonësit e minierës, drejtues, inxhinierë, specialistë të saj për të festuar përvjetorin e sulmit kundër minierës Selenicës nga dy qetat plak të Mallakasës dhe ajo e Vlorës. Dy bij të këtij qyteti, inxhinieri Pandi Bombaj dhe Nikola Seferi, të cilët ishin pjesëmarrës në këtë takim historik, më thanë se për historikun e kësaj miniere kemi shumë material dhe dokumenta. Shfrytëzoj ato dhe përpiqu të shkruash një libër që të mbetet në brezat për të tjerët. Pra, shikoj që nisma e shkrimit të këtij libri vjen para një viti e gjysmë dhe duke lexuar librin me hollësi brenda, kupton punën e madhe që ka bërë Ilia për realizimin e këtij libri që unë e konsideroj si një pasuri për qytetin e Selenicës, sepse kushdo që nuk është nga Selenica dhe kërkon të marrë një informacion për Selenicën, ai mund t'i referohet shumë mirë këtij libri dhe ka në dorë çdo informacion, por dhe vetë për banorët e Selenicës, tu te ky libër gjejnë figura nga atyre njerëzve më të thjeshtë deri tek intelektualët dhe emrave të shquar që kanë nxjerr qyteti i Selenicës. Në libër nuk ndahet, është e pamundur të ndahet miniera nga Selenica. Pra, historia e minierës me historinë e banorëve të Selenicës. Dhe tregohet historia e minierës që nga shfrytëzimi i saj nga shoqëritë angleze, shoqëritë franceze, shoqëritë italiane, edhe deri më vonë pasaj për zhvillimin e madh që pati miniera. Po bashkë me historinë e minierës kemi
të shkruar në këtë libër dhe historinë dhe qëndrimin që ka mbajtur populli I Selenicës mbi këtë histori të minierës, për shembull mbi ngjarjet, 3 ngjarje shumë të rëndësishme në data shumë të shkurtra, 21 shkurt 43, 28 shkurt 43, 1 prill 43. Ngjarje të rëndësishme të minierës selenicës që fillojnë me një sulm për të mos e lejuar pushtuesit fashist që ta shfrytëzonin minierën për të financuar luftën kundër popujve të thjesht, vazhdon me një hakmarrje tragjike në qytetin e Selenicës, të treguar aqollësisht nga Ilia, duke ju referuar shkrimtarit të tjetër më duket Ilia, në 27 luftar Bolenës. I referohet shkrimeve të luftar Bolenës, por me detaje se si ka ndodhur lufta e Selenicës në 20 shkurt dhe incizimit gojor të Ilia Seferit. Pra I ka bërë incizim gojor dhe siç ka treguar ai në incizimin e vet e ka paraqitur atë masakrën që është bërë në Selenicë si hakmarrje e fashistëve ndaj sulmit që u bë në minierë. Pastaj edhe një prilli, ngjarje historike për ndalimin e karabinierëve që do vinin në Selenicë dhe që parafolësja diskutoi dhe mbi temën se kush mori flamurin e asaj lufte, por sa do të shkruen edhe të kërkojnë të shtrëmbërojnë historinë e thot vetë populli Selenicës dhe nuk ka nevojë që të dëgjohen shumë të tjerë. Mua, tjetër gjë që më troqi vëmendjen ishte shkrimi mbi vendin ku ka pasur burime ujore squfurike dhe ka pasur ligja në Selenicë. Ligja. Kur e lexova në fillim më kujtuan se ne quanim banjat e se ndërmjet Resulajt dhe Romsit, edhe u impresionova në fillimet e para të leximit, tash o Zot, ma se ka ndonjë mundësi që të bëjmë një kërkim, i them në Artilit të bëjmë një kërkim, mos kush e di, hapim një aktivitet në Selenicë, por pastaj lexova që nga vitet 70-71 ato janë zhdukur. Po të gjendeshin do ishin një gjë shumë mirë. Tjetër gjë më bëri përshtypje origjina nga Selenica e trotuarëve të Parisit. Është një nga temat që më ka shqetësuar dhe mua si politikan, si deputet, kur dëgjoja që Selenicë shtrove rrugët e Europës dhe nuk shtrove rrugën tënde, që ndoshta politikisht më bëri një moment caktuar të dilja kundër vendimit politik të forcës time politike për të mos lejuar që të mos asfaltoj kjo rruga e Selenicës. Edhe kjo ishte një gjetje e veçantë. Pastaj do vazhdoja me stelën e Selenicës, që shkrimtari Ilia Bomba I referohet një deklarimi të Neritan Cekës, I cili thot që ajo ndodhet në Muzeun e Kapitolit në Romë. Dhe Neritani ka bërë një shkrim, një kërkesë ambasadës, si ambasador ynë në Romë, ka bërë një kërkesë qeverisë italiane që ta kthejnë atë stelën e Selenicës, ku është portreti I një luftëtari me një shpatë të vogël dhe me një mburoj turmbullakt që I përket shekullit të tretë para Krishtit. Pra e bërë nga dora një skulptori të famshëm, të shekullit të para Krishtit, dhe nga mbi nënshkrimet që janë atje tek ajo stela e Selenicës del një lidhje e Selenicës me Apollonin. Emërtimet që janë brenda atje del një lidhje me Apollonin dhe në një farë mënyrë Selenica I bie kufiri ndërmjet Apollonis dhe Amantjes. Do më falin historianët që janë këtu që se unë jam pak më pëlqen historia dhe mundohem të marr disa gjëra, po pa ju marrë juve të drejtën e të qenit historianë. Dhe do të thosha që ky shënimi I Neritan Cekës, ose ky shkrim nga kjo sjellje e Ilia Bombës në librin e kërkesës Neritan Cekës për ta sjellë në Selenicë atë do ishte nder në Artil dhe për ne si në Bashkinë e Selenicës, sikur ta shtynin përpara kthimin e këtij simboli, do thosha unë, e kësaj stele të Selenicës. Në fund do thosha që ka shkruar edhe për arsimin e Selenicës, nuk ka lënë gjë pa shkruar edhe për arsimin, pavarësisht se themi shtatori I 1913-s, apo shtatori 1917-s, Selenica ka një dilemë. 1909 arsimi parë, shkolla e parë që shaf. 1909. Pa u krijuar qeveria e Ismail Qemalit.
para i qeverisë. Po, sepse ka qenë një ndër figurat më kryesore Tot Lubonjari, i cili sillte librat nga Rumania në gjuhën shqipe dhe ishte i pari mësues shëtitës që hapi gjuhën shqipe në gjithë Labrin, sidomos në lumin e Vlorës. Atëre Ilia Tot Lubonjari nga Lubonja e Selenicës, Tot Lubonjar Anastasi. Me portretet që na frymëzojnë para këtij libri na bëre një kështu testim. Ne, pastaj me këtë librin Selenica emblema jon na ke kënaqur e vërteta dhe unë do t'ju uroja suksese, por edhe do të thosha kur lexova librin, ishte libri që më bëri të më detyronte të isha sot këtu në Selenic për të folur fjalët e mia mbi përshtypjen për shkrimin tuaj, edhe për t'ju uruar juve personalisht për këtë arritje që keni dhe suksese të mëtejshme. Faleminderit. Nuk dua të zgjatem se tu folën studiusit qartë dhe sakt, por ne Ilian e kemi njohur në disa drejtime, e kemi njohur si mësues, e kemi njohur si aktivist, po edhe profesioni i tij si ushtarak, edhe sot e njohim edhe si një autor libri, si një shkrimtar, dhe unë dua të them që muaj tetor si muajin e tërësisht nuk ishte më mirë se si të organizoj këtu në bashkinë tonë të Selenicës, dhe ishte pikërisht promovimi i librit të Ilias, Selenica emblema jon, ku unë bie plotësisht dakord që është një enciklopedi për Selenicën, ku pikërisht tu në shkollë ky libër jo vetëm për nxënësit, jo vetëm për të rinj, por edhe për ata që e duan Selenicën është një informacion shumë i detajuar, historik, me ngjarje reale, dhe unë dua të falenderoj Ilia sepse ti ke bërë një nder me veprën që ke bërë qytetit të Selenicës, bashkisë së Selenicës, e cila në këtë libër u paraqitet gjithë atyre që kanë dëshirën nga historia e lashtë të sotmja, dhe qofse ne nuk dim rrënjët, nuk dim nga kemi ardhur, nuk dim si kemi ardhur, nuk kemi si të kemi sukses në të ardhmen. Faleminderit. Sukses. Bashkia e Selenicës, ashtu si në aktivitetet tjera të trashëgimisë të kulturës, i ka kushtuar vëmendje edhe librit, duke shfrytzuar kështu muajin tetor, që është muaji i librit dhe i leximit. Në të dy herët e para është bërë me shkrimtar dhe me krijues që janë nga nga ky territori i bashkisë, ndërsa këtë vit është përzgjedhur autori Ilia Bombaj, dhe është bërë mirë sepse Ilia është një kontribues i madh i kulturës, i jetës në tërësi të Selenicës, dhe unë do t'i uroja edhe sukseset tjera dhe libra tjera. Faleminderit. Ilia Bombaj erdha nga Durrësi këtu, ka sile vetëm për marrëdhënies në këtë, sepse unë e falenderoj nga zemra Ilian për gjithë të shkrime që ka bërë, dhe shkrimin e parë ka Fisi Bombaj, libri Fisi Bombaj, unë kam bërë edhe para thënien. Dhe ashtu si thua deputeti që ky është një libër enciklopedik për Selenicën. Unë Selenicën e kam njohur në vitin 2013, që kam ardhur këtu, se që me libra kam njohur me kohë. Kur kandidoi Ilia në emër të partisë tonë, në aleancë me PS-n, për deputet në zonën e Selenicës. Ne bëm një aktivitet shumë të madh. Edhe unë këtu unë njofa me popullin e Selenicës, që është një popull shumë i kulturuar, shumë dëshirë për të mësuar, dhe shumë i dhënë pas historisë, sepse edhe Miniera e Selenicës ka bërë punën e vetë në këto lloj aktivitetesh. Tash këtu folet gjithë për librin, unë librin se kam lexuar me të drejtë, se unë partia kam marrë nga Italia, sa mora vesh do bësh promovimin, po unë do flas për Ilia Bombaj. Këndvështrimi im është në disa pika për Ilia, si një mësues i përkushtuar për profesionin e tij, e para. E dyta, si një qytetar shembullor dhe me aktivitete shoqërore që tregon se libri që promovojmë tregon realitetin e këtij personi. Si një krijues i vëmendshëm
kohor në poezi dhe në shkrime, dhe në botimet që ka bërë. Njëkohësisht edhe unë në Facebook dëgjoj Ilian dhe kur reciton. Kjo është më e bukur. Reciton të gjithë poetët që ai ka misi, ka shikeri, ka dhe më bëhet qefi shumë. Dhe në fund pastaj unë do flas për atë që unë jam si kryetari i Partisë së Rumunit të Shqipërisë, për aktivitetin shoqëror që Ilia mban gjallë për etnin tonë, flas gjithmonë, për etnin na rumunë, vllaj, dhe unë them në gjithë Shqipërinë është Ilia që ekziston akoma me punë, me vullnet, me dëshirë edhe me aktivitetet ndryshme të larmishme. Dhe ju uroj suksese të mëtejshme të ardhmen. Ilia është pjesëtar i dhjetra kuadrove që kanë nxjerrë Selenica e Vlorës. Është privilegj për Ilin që është në Selenicë, po është dhe sakrificë. Për atë, sepse jetojmë një kohë që kuadrot me arsim të lartë të Selenicë janë me gishtat e dorës më nërënë. Është fat për Selenicën që ka Ilin një personalitet, një aktivist me veprimtarit gjithashme. Ilia është njëri i papërtuar, i pa lodhur dhe i kudo ndodhur. Unë kështu e përcaktoj Ilin. E them këtë sepse Ilin e shikon kudo, në mbështetjen e të fjalëve që tha shoku Zoti Valentino. Ilin e shikon si mësimdhënës me nxënësit, po e shikon dhe në aktivitetet jashtë shkollës, duke lexuar dhe kënduar me nxënësit, duke recituar, duke aktruar me nxënësit. I kemi parë këto, i kemi përjetuar. Shëndetin e tyre. E kemi pasur raste që jemi drejtori në momentin e saktuar ka shpëtuar jetë njerëzish. I tillë është jetë në mjedisit për problemet tjera që kanë të bëjnë me natyrën, me ujë. Telefon ora 5 mëngjesit dhe shikon në fushë. Që është një vlerë për sot dhe nesër, dhe sigurisht këto vlera nuk mund të zbërthehen as të përvetësohen me 5, 10 ose 20 fjalime diskutime të mbajtura këtu. Atëre po japim fjalën vetë autorit. Në radhë parë duhet falenderoj Bashkinë Selenicë, kryetarin e bashkisë, i cili e mundësoi këtë aktivitet në kuadrin e muajit të letërsisë. Për hartimin e librit, unë jam referuar shumë poetëve. Jam referuar që nga shkrimet e vjetra të Baldacit, të Aristotelit, të Plinit, të Plutarkut, të cilët janë të pamohueshëm në shprehjet dhe në thënjet e tyre. Janë fakte konkrete të cilat ne nuk mund t'i tjetërsojmë. Jam mbështetur tek disa autorë të cilët kanë qenë pjesëmarrës aktiv, produktiv në të gjitha fushat. Jo vetëm të minjerës, por edhe të asaj të rolit tjetër që ne thamë të një qëndrese të fortë të këtij popullit në luftat nacionale shqiptare. Jam mbështetur tek ish punonësit e vjetër, tek drejtuesit, tek inxhinierët, tek ata njerëzit më të thjeshtë të cilët janë përpjekur t'i hedhë në libër ashtu siç ata i kanë shprehur, për mos të sjell asnjë pak kënaqësi tek njerëzit. Mendohet se mund të ketë gjithçka për Selenicën ky libër, mund të shtrohet pyetja me të drejtë. Jo, nuk është e vërtetë, sepse Selenica ka shumë, është një thesar i pashtershëm. Unë do të mbështetem në 3 nga elementet më kryesorë që ka Selenica. E para minjera, po them minjerë ka thënë Selenica. Dhe po përmendet Selenicën, nuk mund të harrosh kur minjerën. E dyta, Selenica ka një nga portretet më të mëdhenj, ikonografët më të mëdhenj të periodos bizantine, David Selenica, i cili vjen pas Onufrit të madh që ka Shqipëria. Dhe e treta, do t'i referojmë asaj shtëpisë madhe ku ne gjithë shkojmë të falemi kishës, e cila me atë material të cilët unë e solla dhe papu atë Spirobulika e përmendi mirë, nuk e solla për të kundërshtuar asnjë fakt,
asnjë shkrimtar që do të sjellë nesër libra të tjerë për Selenicën, se kushdo është i lirë të shkruajë dhe ta sjellë në variantin e tij, ndoshta edhe shumë herë më të mirë se sa kjo. Por faktet janë fakte. Ajo plak që u gjend në atë pjesën ballore të asaj kishe ishte një shkrim i vjetër i cili vin nga shkrimi i vjetër kujniform, e cila u zbërthye dhe datonte viti 1473. Po pse ky vit? Po në atë kohë, pas 8 vjetëve të vdekjes së Skënderbeut, herojit ton kombëtar, ata të cilët e vazhduan luftën dhe misionin e tij, të këtij legjendarit, jo vetëm shqiptar, as Ballkanës, po më gjerë për gjithë Europën. Këtij kalorësi të madh të kryqëzatave si Skënderbeu e vazhdoi Gjon Muzakaj. Po Gjon Muzakaj drejtonte principatën e Muzakajve, të cilët kishin nën jurisdiksionin e tyre Selenicën. Pra, kishat që ndërtonte kudo nga zona e Oparit e Korçës deri në Selenicë, i ndërtonte gjyshja e tij me emrin Qirana. Dhe Qirana e kishte në kujtesën e saj ose në qëllimin e saj ndërtimin një mision human, ndërtimin e kishave ku kishte popullsi, ku shtrihesh gjithë kjo principat. Dhe mendohej se në këto kisha ata kryenin dhe ritet e tyre të varrimit. Kështu që kjo kish i datohet një periudhë shumë të lashtë. Unë dua të falenderoj, ju thash në radhë parë bashkinë, kryetarin e bashkisë, zotin Sejmen, do të falenderoj deputetin për ardhin e tij, se shikoj që është edhe sëmur, por i la punët e tij dhe e falenderoj pse erdhi. Bëri mirë që erdhi. Ju falenderoj pa përjashtim zotin Valentin, Ledjen që erdhi nga Rumania, Valentinin që erdhi nga Italia. Dua të falenderoj pa përjashtim kolegët e mi, Bujar Sinanin, këngëtarin Pirin e Selenicës. Dua të falenderoj Alberta Bazin, i cili t'i uroj shërim të shpejt. Dua të falenderoj Enerieta Sinën, poeten, profesorin, shkrimtarin, historianin Odiset Çaçi, Arilla Koçin, laureatën, Lelen, edhe shumë miqtë e mi, Pandin me radhë. U përmend aty në libër një kala. Po i them historianit, duhet ta ndjem veten krenar dhe duhet ta lidhem me atë që tha zoti Vullnet. Kalaja e Selenicës i përket një periudhe para lindjes së Krishtit. Në thellësi të saj ankoroheshin anijet. Duhet të dimë që lumi Vjos kalonte në Apolloni, pavarësisht ndryshimeve që ndodhin natyrore. Janë fenomen natyror, lumi ka ndryshuar dhe ka ardhur në urë të mifolit. Apollonia, nga Durrësi në Apolloni dhe në Selenicë, ishte rruga e vjetër e Gnatja që lidhesh perandoria romake. Lidhesh me Apollonin dhe Apollonia lidhesh me kalan e Selenicës. Dhe Selenica njëkohësisht kishte më brapa, pastaj filluan të lidheshin me kalan e Kalit, me Amantin që kemi këtu, që i përket periudhës shumë të ershme, që nga periudha ilire. Pra, është një qytet i ershëm. Kushdo mund të thotë dhe mund ta përqendrojë, mund ta hedhë iden se ku ndodhet në Feuni, është në Selenicë. Janë të vetmet vendburime minerare të cilat e sjellin këtë. Janë shtoj zavallet e vjetra. Janë harbimet atyre vajzave që merreshin si shtoj zavalle. Pikërisht është Selenica. Dhe ne jemi krenarë. Unë kam sjellë disa ide aty të emrit Selenicë. Dhe njëra prej tyre është edhe reflektimi i këtij lloji minerali. Është edhe nga ardhur nga një periudhë shumë e hershme nga periudha e hershme helene. Pra reflektimi i ënës nëpërmjet reflektimi i mineralit të dritës së hënës, Hellas. Po Selenica vjen edhe nga slavishtja. Por kjo i përket një periudhë më të hershme se slavët erdhën në shekun e 6 në Shqipëri. Dhe të gjitha ndërtimet që janë bërë ndaç kolonët grek gjetën themele ilire. Këtë ne duhet kemi kurajo ta themi me forcë. Ata mund të pretendojnë, po këto janë trojet tona. Kështu që Selenica ka qenë lidhur historikisht me principatin e Muzakave dhe me Apollonin dhe njëkohësisht dhe me Amantin. Ju referova Agos, një ndër shkrimtarët, dhe
një ndër pjesëmarrësit të luftës së 20-s, për të sjellë të freskët kontributin e selenicarëve në luftën e 20-s. Në qendrën e Selenicës ne mundësuam vendosjen e një busti që quhet Tolkita. Tolkita vlerësohesh si Taras Bulba, një ndër udhëheqësit hungarez i cili luftoi kundër perandorisë osmane. Me ato paraqitjet ishte edhe Tolkita, i cili dha një kontribut jashtëzakonisht të madh. Nuk duhet të harroj dhe duhet të sjell kujtesën tuaj, sot është 117 vjetori i shoqatës Labëria. Po pikërisht në këtë shoqatë Labëria merrte pjesë Tolkita. Merrte pjesë Tod Lubonjari, të cilët përgatitën kushtet së bashku me gjithë aktivistët e tjerë dhe patriotët e tjerë që përgatitën kushtet për shpalljen e pavarësisë 1912. Selenica është një qytet që i referohet një periudhë shumë të hershme të krijimit të shkollës së parë shqipe, 1908, sepse u thashë Tod Lubonjari ka luajtur një rol jashtëzakonisht të madh. Jo vetëm Selenicë, por në gjithë krajinën, sidomos në lumin e Vlorës. Dhe është një ndër të parët i cili grupoi rreth vetes shumë mësues të ardhshëm. Luftës nacionale shqiptare prap gjen vendin aty, kontributi ishte i madh. Këtu filluan, sepse vërtet zonja Petoshati ju referua duke u përqendruar disa ideve kryesore ose qëllime kryesore që ka libri. Ka vlerë ose vlera historike, ekonomike, kulturore, vlera të cilat nuk u mbasin. Kur themi historike, këtu ishte klasa e parë punëtore, por ishte klasa e parë punëtore, më gjeni në Shqipëri në këtë periudhë një vend ku mund të organizonte mund të kishte kaq punëtor, përveç se zonave minerare, ishte minjere Selenicë. Më mbrapa filluan ato të Kromit e të Bakrit. Pra qendra e parë ku kishte mbi 1000 punëtor ishte Selenica. Dhe këtu filloi pikërisht lëvizja. Prandaj ka vlera historike. Ka vlera ekonomike, ka një mineral të rrallë, jo në Europë, por në botë, e cila u përdor që nga periudha shumë të hershme në izolimin e mjeteve lundruse. Po këtu ka që herët është kjo lloj minjere, sa që kanë punuar pirustët. Dikush mund të thotë cilët janë pirustët, çfarë janë këta? Të burgosurit e tjerë me zinxhira me dënim të dënuar me burgim të përjetshëm. Punonin pikërisht në këtë minjerë. Pirustët ishin nga zona e veriut të Shqipërisë, që ishin një njoks jashtëzakonisht të mirë të shfrytëzimit mineraleve. Punonin pikërisht në këtë territor. E hershme është Selenica dhe duhet jemi krenar për të. Unë e kam darë në periudha shfrytëzimin e minjerës, para mesjetës, gjatë mesjetës, periudhës angleze, franceze, italiane, në sistemin 45 vjeçar komunist, i cili ishte një shfrytëzim ekonomik i centralizuar. Pastaj për të kaluar në formën e decentralizimit, ku këtë lloj minerale në shfrytëzuan privatët dhe filluan shfrytëzimin në karrierë. Edhe sot e kësaj dite, kjo është gjendja e kësaj minjere. Për të ardhur pastaj tek gjendja që është Selenica sot, të aktivitetet që mbulojnë dhe për të mbyllur me portretet e atyre të cilët kanë kontribuar nga vitet 1945, ky qytet u popullua me të ardhur nga shumë fshatra, shumë qytete të cilat me thirrjen që u bën atë kohë për fuqi punëtore, erdhën dhe e populluan këtë qytet. Ata dhanë kontributin e tyre. Me shumë vlerë, që nga ish drejtuesit e minjerës, që nga inxhinierë apo teknik, apo edhe minatorët, dhe në veçantit atyre të cilët dhanë jetën në kushte shumë të vështira, në presionin e formacionit të tokës, në presionin e ekzistencën e gazit metan, i cili mund shkaktonte nga çasti në çast flak, dhe nuk janë pak, janë gati një shifër mbi 70 veta të cilët janë vrarë në këtë minjerë, plus të reparti shkrirjes, disa prej tyre janë djegur, unë jam përpjekur të jetë. Po ndërkohë, ky ka qenë një prodhim, nëse ne themi Myzeqeja është hambari i Shqipërisë në prodhime blegtorale, Selenica ka qenë një myzeqe, një hambar për prodhimin e intelektualëve. Intelektualët selenicar, duke filluar që nga zoti Vullnet që kemi edhe këtu, djali Selenicës është. Kanë arritur deri zëvendës ministra, kanë arritur drejtues të ndryshëm në fusha të ndryshme dhe kanë dhënë kontribute jashtëzakonisht të mëdha. Unë jam përpjekur të jetë. Ndërkohë, për ta mbyllur me fazën e tretë, u përqendrova tek fotot ndër më të vjetra të cilat ne na vijnë nga kohë shumë të lashta.
ka nevojë është logjike, fjala juaj lexuesi do jap sugjerimet për të vazhduar në një fazë të dytë të këtij libri. Ju falenderoj nga zemra për pjesëmarrjen tuaj, për mendimet, për fjalët e mira që thatë, dhe u shpërblefsha për të mirat të gjithëve. Siç jeni të ftuar te ky lokali të tim diçka atje,